Se vetëm ai ta bëj këtë. Eja. Ishte për qefi. Lëre tani, jo, mua më bët shumë qefi që ti po imiton të madhin. Po që ti mitosh ati, po që ti mitosh. Ne dje që ti do kthije më Juli, por ka i shpejt, shumë mirë, të kanë ardhur mend më në fund. Nuk kam kthyer moj po që një gjestë që ra në sy të mediave të tjera, të publikut le themi e kështu me radhë. Po patjetër pra, ai gjunjëzimi madje, mbylli këtë marrëveshje në njohje së ndërsjellët të kontributeve për pensionet mes Shqipërisë dhe Italisë. Po patjetër, ajo vetëm kaq, po unë mendoj që nuk duhet ishte ngritur fare. Aty duhet ta kishte bërë takimin. Jo vetëm mos ishte ngritur ky, po t'ishte ulur dhe ajo. A është marrëveshje e ndërsjellët, t'ishte ulur dhe ajo. Po mbas është ulur, po s'e kemi. Moj Meloni, për kënë ose ulur dhe ti? Po lëri tani këto, çfarë duhen? Them kot. Fakti është për marrëveshjen e pensioneve. Lajm shumë i mirë. Do të përfitojnë mbi 500.000. Për gjithë ata që meritojnë pensionin do na njihen tani. Çështja është se do të flasësh pak edhe për Berishën tani. Tashi do flas. Në Bruksel, që ta dish ti, se e bërit veten doktori. Doktori shkoi në Bruksel dhe i tha Ramës nga Brukseli. I tha me vota të vjedhura tha, nuk hyhet në Europë. Edhe mirë ka. Edhe një duar trokitje, po, një duar trokitje gjithë. Duar trokitje? Ashtu, duar troket. Po çfarë? Po dua Luisën këtu. Lajda Luisa po duar troket. Nuk e di se ç'bëhet kështu. Ore, nuk ka nevojë fare, ma, e di Berisha që ka ardhur Evropa, e kishim javës që shkoi, e kishim Evropën në Tiranë madje, në zemër të Shqipërisë. Po çënci ka, Evropa. Po ti se kupton më Gjemi, se Europa, krerët e shteteve vinë sepse kanë interesa. Pra, ne na lidhin interesat, ata kur vjen muhabeti për interesa, s'pyesin fare ç'është demokraci apo pa demokraci. A kanë mundësi mos ja themi lekët. Mos ja themi lekët. Mos ja themi emrin atyre të flamosurave. Ç'do thuash? Mos ja themi, dëgjoj, është e vërtetë që krerët e shteteve bashkëpunojnë me njëri tjetrin, që ta dish ti këtë. Pavarësisht a kanë qenë apo s'kanë qenë dakord me ardhin apo me mos ardhin në pushtet e kështu me radhë. Por, në momentin që dy vende kanë interesa të përbashkëta, atëherë këtu fillon dhe mbaron çdo gjë. Thua ti? Te mund, moj. Po ç'thon ata? Kush, moj? Ata të thonet. Ata po. Kryesorët. Ata ma shbëjnë mu gjithmonë mendimin tim. Nuk e di pse. Ky vajti në Bruksel, Berisha i tha që me votat vjedhura nuk vihet në Europë. Pra, me ke parasysh. Evropa erdhi këtu. Evropa erdhi këtu, i sa ti gëzoçi tha. Po ç'e? Bile Macroni i sa 27? 27 do të fusim brenda. Po ç'e? Në Evropë. Në Evropë. Po jo mirë ka ky gjatë hajde. Sali tani dal pensionë shoku im, mosha ime bollë. A ti tash? Bollë vjen vizitor, shkruaj kujtimet e tij aty. Po të bëm atë mira që ka bërë popullit. Edhe do ngelet i pavdekshëm. Unë po qëndroj këtu në Vil, e po hedh ca kujtime në kartë. Më qenë se ata të bëhe se erdhën në Tiranë, Berisha largohen nga Tirana pasi s'kishte status që të pres 27 liderët e botës të Evropës. Por duhet patur parasysh që Berisha as fiton, as iken. Kjo është problemi me Berishën. Tani puna është se si do e veje ardhmja PD-s, a do shpërbëhet, apo do largohet Berisha. Kjo është pyetja e ditës. A ti na jep dhe pyetjen e ditës. I zgjithun ato punë. Nuk është nevoja të mësosh mua. Shiko detyrat e tua se nuk po I kupto ke hiç mirë më rresht. Si thot Sala tani? Kanë vjedh votat. Dhe rrethojmë ambasadat, qa thotë I di, dhe bëjmë namët, dhe shkejnë Amerikë, dhe dënancoj. A që ashtu të thotë tani, 4 vjetë më kanë vjedh votat. Populli ka humor si më. Berisha mori atë që meriton. Mori atë, bilës meriton më shumë, ajo është për burg. Më shumë deputet, po? Ajo është për burg, nuk është për burg, së është I të në, po arre shpije, po, të rria ti me lirije në bashkë, sa për talë qëndëri. Ziliqar. Kaljet të ngordhur nuk I vetë pat koj, ki munotë me javu vetës pas koj. Në Albani, I diti, të gjitha ti. A I di unë se kam qenë dikur. Në Alba, ka që kisha. Është një dy luftim që do ketë ato mirat dhe kjetë e veta, brenda. Dhe këtë e thot një... Intelektual. Këta të këtillë të janë të mençur shumë, o janë të shkundur nga fara. Ti numërje Saliu votat nëse shohën. Numëroni. Ti numër mirë, jo kështu gjysmë. Ti si mendon? Mos si që zgjedhjet mira duhen bodhe, zgjedhjet mira, edhe të mira. Pa ai nuk kërkon zgjedhje të tjera.
Këtu që Vone herë, edhe të numëron votat tamam. Po edhe ti numëroj prap, edhe ti numëroj vetaj prap. Ti numëroj prap. Se populli gjithë me dy gishta. Ku të shkosh dy gishta e ku të shkosh çdo lagje, çdo rrugic me dy gishta e Ti janë kanë qylcat, demelat, pensionistat. Unë për qeverinë nuk kam nej lavdërim ose nej shumë, por kjo opozita, jo opozita, po kjo partia demokratike është bërë për ullurim. Për ullurim? Po, ullurim. Pse? Ullurim, do të kemi ullurim edhe ca kohë derisa të shpërbëhet krejtësisht. Kjo do kështu do të ullurisi. Po qatë them unë, vetëm se... Po që tu është ti, këtë po them, që tu është ti? Vetëm se ne i kanë vjetë, s'ka mundësi... Po kush në i voti? Po këta i kanë vjetë. Këta i kanë vjetë? Po. Ti e me Berishën në të mendim? Po. I kanë vjetë? Po. Po këta Europianë që erdhën tu i thanë ti gëzosh? Si shimë pak 27? Me ty jam, më thuaj ti. Apo ta mbyll këtë mua bet fare? Ma mirë. Ta mbyllim? Mbyll. Ne, si jep do të... Le, mbyllë. Duart rokit. Qa mos me duart rokit? Thash i këta ma hedhin poshtë mu gjithë teorinë time, nuk e di pse. Qa keni me mu, mor miq? Qa keni me mu? Me gjithate. Doktori nuk ka folur vetëm. Po, ka folur prap, ka folur sërish. Nuk e la me aq. E bëra me stereolaps. Kjo tregon që jam Nuk ka nevojë të justifikohesh. Çfarë ka thënë doktori? Doktori ka thënë që në parlament, në shtator nuk do shkojnë në parlament. Edhe njerë se më ngatrove. Në shtator nuk do shkojnë në parlament. Berisha më? Po. Po ku do shkoj, vetëm SPAK pëste? Jo me i shkon njerë një javë SPAK, se ka qef me shkuat se fletë aty para medjave. Po, e ka bërë si konferencë për shtypat, i mbirën gjithë gazetarët edhe thot mendimet e veta. Ajo që unë zbesoj të kjo që ka thënë doktori, është sepse doktori vetë është ai që ka thënë, shiko, unë nuk e kam qef bojkotin. Shumë mirë bëre që ja kujtove. Po, patjetër, po jo kujtoj, po unë e di shumë mirë. Ka thënë që ne nuk bëjmë bojkot. Jo, opozita duhet në parlament, të ngrejë zërin atje aty. Kështu që nuk besoj që s'do shkojnë në parlament. Megjithatë ta ndjekim ç'thot doktori. Ne vazhdojmë. Po! Betejnë tonë. Mos keni merak ju. Gjerë në pa diskutim rikthimin e të drejtës votës së lirë të shqiptarëve. Qelni apo jo santë? Urdhëroni? Qelni apo jo santë? Ju takon juve ta hapni. Kjo pyetje e ka përgjigjen kjo. Ky paragraf sikur që ndron me vete. Do me thënë ka një karakter përgjithësues. Nuk do mund të ndodhë ndonjëherë ajo. Nuk do mund të ndodhë ndonjëherë ajo. Ha Julien. Ha moj, ha. Nuk kam fjalë, Të ta prish shefin pak unë ty Po vetëm qefin ama. Tashi, do lëm doktorin, do flasim qik për shefin tatë. S'ke që thua për atë. Pra atë që ngeli me qadër, ju ullë në gjunja saj tjetës. Prap, po e komentove njerë këtë pas ka ngellë mundja. E komentum, po. Ta shojmë dhe një herë. Se ti, nuk e di, të duk bukur ty e gjë? E, kërë vepër. Ëndra gjdo femre. Ëndra gjdo femre që ti ullet një kryeministër në gjunjë. Pa tjetër. Po si mundet ti ullet Edi Rama në gjunjë Melonit, po Edi Rama ka marrë 80 e sa mandate, është mbret. Si mund t'i ullet një mbret në gjunjë një kryeministre? Mbret modest. Është mbret. Edhe di ku ullet se mos të ta kujtoj prap marrëveshjen, po ta them dhe njërë tjetër, marrëveshjen e pensionet. Si thonë Elba Sallit, harma se je mbret. Po thuaj edhe në Shkodran që ti qke? Je mbret mërvla. Po, problemi është se ekziston po marrëveshja e pensioneve. Pëlqeu shumë që trash edhe zërin. Ato se si nga Shkodra dhe ke këtë zë që ke tani, nuk e di pse e bërë edhe nga puka pak. E më mirë, jo, e trasha zonin se ndryshova dialektin, kuptimin që ma ne. Lërë. Si kupton ti këto anë të errta të historisë? Tani ideja është këtu që me qëse është kjo marrëveshja, tham dhe njëherë, pse s'ulet dhe kjo? Pastaj e ke pate videon që është bërë me AI, e ke pate që zbret nga... Ja, këtë më trego, videon me AI. Habibi, kom të Tirana. Kam të Albania. Kam të Albania. Kam të Albania, pas që si ka, ma hajde e këtu, hajde, shive qik, shive. Jo, shive ti që ta thuar sakt, më plase. Habibi, kom të Albania. You're my baby, you're my lady. Ja, ku jemi pra bashk. A ti lem të? I lam, Pa i lem të të shite me që me halët e njerëzve, se kanë halët e njerëzit pavarësisht se këta bëjnë paravinga në përbot këta. Po, dhe zhjithë do i halë këto, po, si përqen Julin, vazhdo.
069-333313 është numri telefonit ku ju na dërgoni her pas here hallet tuaja nëpërmjet video, foto e kështu me radhë dhe ne kemi zgjedh që nuk do shkojmë larg. Pse? Ne banojmë afër godinës së televizionit tuaj dhe ju shohim çdo emision, thot. Shive, afër Top Channel është kjo. Menduam t'ju nisim edhe neve një video. Kjo është rruga Kasem Shima, thot, në cilën jemi detyruar të kalojmë për ditë. Në këtë rrugë kaq të keqe, cop, makinat po na prishin, ngelem në për servise. O, dhe punë për serviset. Ka punë për serviset. Ju lutem, a mund ta transmetoni, po, transmetojmë. Mbase ndërgjegjësohen dhe vinë na rregullojnë, se ka vite që është në këtë gjendje. Atëherë, Bashkia Tiranë, afër Top Channelit ndodhet kjo katrahur. Kjo çmenduri rrugë, shikoj çik. Nëse mund të quhet rrugë. Mos është kështu për me la gomat, kur janë me balt, i lanë gomat aty. Nëse. Do shkojmë në Durrës, lagja 14 në Shkozet. Ka probleme me rrugët, besoj? Rruga Demokracia. Rruga është në gjendje skandaloze e pashtruar prej vitesh dhe përmbytet qoftë edhe me 5 minuta shi. Duket sikur e kemi alergji asfaltin. Nuk e di, po shifeni vetë. Ka më malli shohim pak një video me asfalt. Nuk ka. Vetëm video me gropa na vin. Me gropa, me plera. Nuk e di, do na vinë e ditë në një ankesë. Po na zgjidhet edhe ti në një ankesë tjetër, se duket sikur shohim njëjtën video. Po unë po pres të vi ankesë, ju lutem nxirreni pak te, e kam rrugën me asfalt, nuk po e durojnë dot. Nuk di ti jap makinës në rrugë të drejtë. Nuk po ecim dot në asfalt. Nëse i kushton shumë vëmendje gomarit, ai do kujtojë se është një kal. E njëjta gjë është me disa njerëz. Ka thënë Fatmiri për Julin. Domethënë disa njerëz do kujtojnë se janë kuaj. Nëse i kushton vëmendje. Si shumë vëmendje kanë filluar të kushtoj këto kohë. Jo, se mos të gënjej mendje. Unë djeva ndryshe. Publicitet. Për çdo problem ose informacion tuaj, Fixfare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Fixfare. Bravo, vajza, bravo. Të kam thënë që Luisa nuk merret me thashë theme. Ose s'kupton që i them shqipun, pikërisht. Se m'hikën kështu. Pikërisht. Nëse. Mëso gjuhën spanjisht, ta kam thënë 100 herë. Tani, po los lingus. Nëse. Tani, vajza, vëmendje, kujdes, sepse me këtë temë që do trajtojmë sot, do doja që të bëni shumë kujdes kur përdorni internetin dhe kur kërkoni punë. Ashtu? Sepse një bashkëpunëtor i Fixit u fut një ditë në internet. Çfarë ka ndodhur? Për të gjetur punë për vllajin. Po? Pa aty që kishte punë vetëm për vajza. Kishte punë vetëm për motra? Po. Ky s'ka motër, besoj, ka vetëm vllaj, nuk i intereson. Ka vetëm vllaj. Dhe aty pa që aty gjeti rastësisht, pra, po themi. Rastësisht, po. Pa që zhvilloi apo prodhoi apo ashtu prostitucion online. Po mirë, çfarë problemi ka? Nuk është dakord vllai. Jo, më s'është dakord vllai me këtë punë. Si do jetë vllai dakord me këtë punë tash? Vjen keq. As bashkëpunëtori i Fixit nuk është dakord. I that vllait ky, a shndrohesh dot? Po jo, më thuan çik çfarë kualifikimi duhej. Tani, aty kishte. Që të them e bën as e bën vllai. Ja, do ta lexoj siç ishte aty tamam. Kërkohen vajza, thoshte? Vajza, na fiku. Kërkohen vajza pa ndonjë kualifikim të çuditshëm. Pa eksperiencë. Dhe ishte pagesa 90 euro në ditë. Jo, ore. Në ditë apo ora? Në ditë. Në ditë? Në ditë, po. Ja, pak pas ka. Tani, ideja është këtu, që ky bashkëpunëtor i Fixit u bë kurios se ç'është kjo punë? Lëre mos e justifiko tani. U bë kurios. Thuaj që shkoi direkt e harroi vllain, e la pa punë, vllai vazhdon prit. Ç'është kjo punë? Që paguhet 90 euro në ditë dhe s'do kualifikim. Se normalisht një punë që paguhet mirë do kualifikim. Hyri e hulumtoi dhe na dori që ishte prostitucion. E hulumtoi. I kishin halal në 10 euro gocat. Tani duhet me pyet këtë bashkëpunëtorin e Fixit, po unë du ta gjej herë kush është ky një herë që ka ndenjur atje. Kush ka lënë rrogën për 2 orë. Për 2 orë dhe është kënaqur. Është kënaqur. Bravo vajzat. Pa eksperiencë, mendo me eksperiencë Juli. Pa ndonjë kualifikim le të themi. Megjithatë, është diçka që ligji e ndalon dhe lëri këto tani lëri. Shikoni pak se si ky rrjet ka rënë në rrjetën e bashkëpunëtorit Fixit. Shikoni pak.
Një njoftim në internet për vend pune bëri që bashkëpunëtorët e Fixit të zbulojnë një rrjet online prostitucioni. Në njoftimin e publikuar, thuhej se kërkohet punëtore për një punë online nga shtëpia me pagesë 90 euro dita turn i tretë. Në numrin e telefonit të lënë në këtë njoftim, gazetarët e Fixit nisin bisedat, duke pyetur më shumë mbi procesin e punës. Mesazhet që vinin nga individi që kishte bërë njoftimin ishin të qarta. Aty kërkohej një punonjëse seksi online, ku klientët flisin me të me mesazhe dhe kërkonin foto dhe video të saj. Kështu klientja duhet të ishte e gatshme për të plotësuar dëshirat e tyre. Kjo punë paguhej 250 euro nata, zgjaste 6 orë dhe një ditë në javë pushim. Procesi bëhej nga shtëpia. Në mesazhin shpjegues, bashkëpunëtores së Fixit i thuhet se përveç kësaj pagese, ka edhe bakshishe që përgjithsisht klienti i lë kur deli kënaqur, dhe në këtë rast ato ndahen 50 me 50. Një foto e dërguar nga klientja është $3, një video $6, një video call pa zë $9 minuti dhe dëshira specifike $25 minuti. Thuhet në mesazhet sqaruese. Personi që shpjegon punën i thot bashkëpunëtores se kjo është një gjë shumë komode, pasi fytyrën nuk e tregon, vetëm trupin. Ndërkohë për pagesat të mos ketë asnjë merak sepse bëhen çdo ditë në orën 11 paradite, për shërbimin e dhënë një natë më parë, dhe bëhen në llogari bankare ose dërgohen me agjenci transferimi parash. Mënyra se si do lidhej vajza me klientët është zgjidhur pikërisht nga persona që kanë bërë njoftimin dhe përfitojnë nga ky lloj prostitucioni. Ato i kërkojnë vajzës të hapë një adresë në Snapchat, të cilën do ju dërgojë atyre dhe pastaj klienti i parë do hyjë në linjë. Tutorët e këtij lloji prostitucioni kërkojnë që prova të bëhet menjëherë dhe se ajo do paguhet. A shikon ti? Ja, shikoj që natën 250 euro. Basë ndryshon. Jo, mbase po ndryshon. 250 euro natën, 90 euro ditën. Është më e vështirë natën, syt kapuç për dra. Si e vërtetuam ne këtë sepse Si e vërtetuam. Flet dëshumës, ishe edhe ti pjesë e vërtetimit? Ne si staf thash, ne si staf. Ishte edhe Filipi? Jo, Filipi që në gjumë në atë moment, që nuk shumë. Bashkëpunëtori i Fixit u fut dhe ndoqi gjitha instruksionet pra hapi adresën e kështu me radhë dhe pa atje që puna na qenë kërkish 11 me 3 natës, 11 darkës me 3 natës. Dhe unë akoma jam duke pa rrethërotu kush është nga këta bashkëpunëtorë. Është gjumë tani, nuk e kemi këtu se e ka gdhirë, nuk ka ardhur në punë sot. Si ti thënë, na jep me numër telefonin e gjohë që ka dim. Pa ja numrat i petani, i ke kontaktet gjitha. Shikojni pak se si i ka, që sa djali përpit. Si e ka pritur? Si ka shkuar deri në thelb. Pasi bashkëpunëtoria e Fixit hapi adresën në Snap, veproi sipas orientimeve. Menjëherë i shkruajti një klient, me të cilin duhet të qëndronte në linjë fiks një orë. Bashkëpunëtoria e Fixit, e cila tashmë kishte marrë instruksione se çfarë do i kërkohej, shkarkoi nga interneti foto dhe video të ndryshme femrash, të cilat do t'i përdorte në bisedë. Klienti i saj i kërkonte të tilla foto dhe video. Madje, ai kërkonte në linjë një vajzë të nxehtë dhe të çmendur. Pasi i nisi foto dhe videot, klienti largohet nga linja. Menjëherë bashkëpunëtoria flet me numrin nga i cili merr instruktimet, ku sigurohet se çdo gjë ka shkuar mirë dhe se klienti ka paguar. Ajo e fton vajzën që të nisi normalisht punën në 11 të natës deri në 5 të mëngjesit, dhe se pas natës së parë do paguhej edhe prova. Kështu Fixi solli fakte se profesioni më i vjetër në botë, jo ligjor në Shqipëri, është vendosur edhe online. Mjafton një telefon ku mund të hapësh një adresë dhe një llogari bankare, dhe sigurisht tutorët do gjejnë formën gjithmonë për të qenë midis punonjëses së seksit dhe klientit. Më në motër. Shiko, ne vërtet bëjmë... Foli shpirti. Shiko, ne vërtet bëjmë qik humor, po është shumë dramatike sepse... Se më dramatike? Jo, është dramatike sepse është një gjë që ndalohet me ligje para. E dyta, shteti ç'bën në këto momente. Tash ose legalizojmë valla hape fare këtë gjën, shkojnë çunat e gocat, bëjnë ç'a duan, ose ndalo këtë lloj biznesi që është... Po pra, mbyll një sy shteti, po ndoshta është dhe më mirë kështu më. Po, se lë bashkëpunëtori jon, do e denonconte ai. Jo, se po të legalizuar, s'ka bashkëpunëtor që e denoncon, pastaj shko bashkëpunëtori marrë punë, shko bë qefin e vet, s'ka pse ta denoncoj. Ose ta hapim,
o ta mbyllim, se nuk mund të ketë edhe hapje. Mendon që bashkëpunëtori i Fiksit nuk është kënaqur që e denoncoj? Tani, mendon që ka ndodhur kjo? Tani, unë nuk e di me çfarë është kënaqur me atë që ka bërë apo me këtë që ka denoncuar. Ja, nuk e di, do ta pyesim, do ta gjejmë një herë kush është. Shiko kujt ti shkëlqen lëkura. Ai është. Jo, kujt ti shkëlqen lëkura. Ti shif atë që i ka sytë nxim, që i ka gjithë natën pa fjetë, që u tha fare i shkreti, u tha fare. Publicitet. Do ta gjejmë. Alo? Mu shpërbëre. Gjitha të ranë vatet. Juli? Në qa ore? Një sekund, Juli. Mbaroj baleti. Kurdo? Jemi në transmetim, jemi në studio. Nuk i po flet. Po fisja me i shok. Ashtu? I shok. Si e ka emrin ky shoku? Astrid. Po fisja me betike çfarë punë ke tash? Është akoma në linjë? Jo, se e ke lënë hapur. Mos bërtit. Po prit ta mbarojmë, prit, duro dhe pak. Duro se erdhi ora 11. Ja. E pe? Më fal, ç'është e hunda? Po, në fakt ky mund të të vrasë edhe me hund. Jo, ky po tenton me na vra me fjalë, sepse fjala vret më shumë se hunda. Jo, se sa plumbi. Ne, më shumë se plumbi, është e vërtet. Ka dhe një gëshër në fakt. Çfarë ka gëshër? Vetëm mjete prerse e vrarë se Po ka prerë fjalë të dura, pra që ti fusi karikator, që të goshdoj mirë, domethënë mos më. E te Samitin, besoj. E pash me motër, e pash po që të shof. Ja, të burë shtetit të shohësh. Po mëj, po si. Po si priti njëri nuk priti tjetrin. Po mi po diku ju ullë në gjunje, diku në këmbë, pastaj se las shiu, me nuk e las shiu. Po s'ka problem, se shiu bereqet është Juli. Bereqet, po s'po shofim gjë. Dijo, s'te erdi keq fare ty që Rama u lodh duke pritur? Jo, nuk më erdi keq fare, sepse mu lodhën edhe krerë të shteteve tjera të keqë motra. Prap, gjitha e oko në këmbë. Mu dhimë shumë, Rama. Amo Juli. Hami. Po si e kalove ditëlindjen, mo? Po mirë ma hajde që ashtu, diçka. Po more dhurata më shumë apo zarfa? Me thonë drejtën mora, u knaqëm, morëm dhurata e zarfa e gjëra. U knaqëm edhe vura re që ditëlindjet po të dish ti organizosh, po të dish të ftosh ata njerëz si vërtet ti. Tani pse serdhet e ditëlindja ime vjeti? Dhe si? Pse serdhet e ditëlindja ime vjeti? Unë vina, unë mendoj se ti friksohesh. Po turp të vjen. Ore, me qira fjala. Pse nuk erdhe ti te ditëlindja ime në mars 1997? 97-ën? Do kem pas në i punë, me rujt në i banes, në i gjosë, se kena qenë ko luft atër. E vërtet. Ditëlindjet po të dish ti organizosh, po të dish të ftosh ata njerëz si vërtet ti. Tani pse serdhet e ditëlindja ime vjeti? Dhe si? Pse serdhet e ditëlindja ime vjeti? Unë vina, unë mendoj se ti friksohesh. Po turp të vjen. Edhe herë tjetër ti Gjemi, kur të vishte ditëlindja ime, mendohu mirë, mendohu mos majde kështu, ose pyter vin Kurtin. Ky po që e di se çfarë duam ne. Që mos dile edhe kështu palaço fare, që kërkon lek për ditëlindje, merr Arvin Kurtin telefon. Mos e një e ka ndodhur. Ti thoshte njerëzve që çfarë ti çojmë, dhe Arvini i thoshte, ai nuk do dhurata, do vetëm lek. Kur mora gjithë lekët e ditëlindjes, i dhash dhe një bakshish. Le të dëgjojmë një ankesë nga qytetarët tek News 24. Ha, lidhje direkte. Po, lidhje direkte. Kur kishim Sali Berisha në pushtet, hani buk me luk Florini, kurse në këtë, po ham buk me luk alumini. Po tashi, u ankoka qytetari se di kur ka ngrënë me luk Floriri, tani po ha me luk alumini. Kur kishim Sali Berisha në pushtet, hani buk me luk Florini, kurse në këtë, po ham buk me luk alumini. Moj të kem lekun ha dhe me grushta, se kam problem. Po pra? S'ble luk fare. E rëndësishme është që po ha more shoku qytetar. E rëndësishme është që po zhyt turit me tort. Dorë. Apo sa shpejt mbaroj Fiksi sot. A mbaroj shpejt apo më duk mua? Avulloj, magji. Shpejt se kena telefonata për të bo. Ju falemderit shumë që na ndoqët sot miq të nderuar këtu në Fix Fare në Top Channel. Falemderit Gjemi që ishe me mua në këtë ditë. Nuk mendoj që ty do të marrin 250 euro sot.
Do ta kesh tarifën 2000 për vështirësi pune. Po, do shtohen zerot. Mund t'ja bëj dhe me clearing, i bëj i story në Instagram. Natë me mirë dhe mirë pafshim. Në shtëpi do shkosh sot? Në shtëpi. Dy shoqe do ta hapin atë derë. Dy shoqe ne.